أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, Allahun e madhërisëm me falënderojmë ashtu siç meriton madhëria e tij të falëndrohet. Allahun e madhërisëm me falënderojmë për të gjitha dhuntit dhe begatit që madhëria e tij vazhdimisht meton na gëzon dhe na begaton. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyjni që meriton adhurim veç Allahu dhe Dhul Xhelal, i cili është një pa rival dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu i madhërisëm e vulosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjen e tij të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe të sinqert, dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij, përfshi edhe ne deri në ditën e gjykimit. Jemi në fillimin e rrëfimeve kuranore mbi Ibrahimin a.s. Jemi në ajetet e para ku flitet për këtë pejgamber, faktikisht në ajetet e surës El-Bakara, dhe jemi duke folur për pjesën e ndarjes tematike brenda këtyre ajeteve mbi një pjesë të historisë dhe rrëfimit mbi jetën e Ibrahimit a.s. Në mësimin e kalum folëm tek, duaja që bëni Ibrahimi dhe Ismaili pasi që ndërtuan Qabën, dhe se feja e Allahu Dhul Xhelal edhe në atë kohë, edhe më përpara, edhe më pas, edhe në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është feja islame. Andaj ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Ibrahimi alaihi salatu wassalam nuk ishte hebrej as i krishter, por ishte besimdrejt musliman. Edhe kjo tërësia e identitetit fetar të pejgamberit të Allahut, që nga Ademi a.s. edhe te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është vazhdimisht i theksuar në Kur'an. Edhe për këtë temë na folëm në mësimin e kaluar, me aq sa kishim kohë, domethënë se ishte pjesa e fundit për cilën na folëm. Dhe pastaj pjesa tjetër që flasin këto ajete kuranore është porosia që Ibrahim a.s. wala evlad vet. Edhe kjo është një mesele që na fatkesisht sot nuk kemi të vëmendshëm në lidhje me te. Secili prind mundohet në jetën e vet me arrit një sukses, edhe zakonisht në kohën e fundit suksesi është ekskluzivisht material. Gjithë na mundohemi me pas të arritura, pa dhe ato shkencore që dikush për neve i synon ato janë pak, mundohet me shëndru në përfitime materiale, me marrë një pozitë të mirë, me marrë një rrogë të mirë, me pas një autoritet edhe kaq. E pjesa më e madhe është me punu, me fitu, me pas kapital, me bo shtëpi, me pas kertë mirë, me pas mall, jetë luksoze për vete dhe fëmijët e vet, milon trashëgimi fëmijëve, pasuri e kështu me radhë. A është kjo legjitime? Legjitime është. A është e saktë? E saktë është. Mirë, po a është më e mira? Nuk është më e mira. A është më e rëndësishme? Nuk është më e rëndësishme. Do thotë luftën që e bëjmë gjithë na, mu garantu mirëqenje sociale fëmijëve tonë, është ma pak e rëndësishme se luftën që du të bëjmë të gjithë na, që t'ju lëmë fëmijëve tonë mirëqenje fetare
dhe intelektuale. Se njeriu nuk bëhet njeri me shumë pasuri. Njeriu nuk bëhet njeri me shumë pushtet. Njeriu nuk bëhet njeri me shumë famë. Njeriu bëhet njeri me dy komponente bazë. E para dituria, e dyta besimi. Kushdo prej neve që ka dituri edhe ka besim, ai është i madh. Ai është i rëndësishëm. Ai është me vlerë. Ama pse ka pasuri, kush gjos do më thonë kjo. Sot bota aja shef hajrin pasunikëve, po flas për oligarkët e mëdhej botnor, për multimiliarderët, aja shef sherin, vetë sherin aty apo. Shumica e krizave treja bashkëkohore botnore prodhon prej kokave të këtyre multimiliarderëve në botë. Se ai lakmia e tij nuk e lejon atë me pas mëshirë dhe kujdes për të varfër në shkel. E zhduk. Edhe problemi i fundit tani në Shqipëri që doli puna e, do thot, edhe Sazanit, edhe këtij zonës tjetër, doli shesh edhe shumë fenomeneve tjera, se ata që kanë pasuri e shfrytëzojnë pushtetin dhe bëjnë çka dojnë për me rrit pasurinë e vet, edhe nëse kjo e dëmton edhe shtetin, edhe popullin, edhe vendin, edhe natyrën. Sa herë dalin për shembull ata që flasin për natyrën, për përfitimet e natyrës së pastër, ekologjistët e kështu me radhë, me folë, me bo protesta. Kur vjen pyetja muslimanëve, domosdoshmë ata çonë e bëjnë zhurmë. Kur vjen pyetja oligarkëve, ata heshtin. Pse? Se oligarkët i kanë mediat, oligarkët e kanë dorë pushtetin, edhe ata çka do bëjnë smirët vesht, se hesht media nuk flet. Mirë po, e kalon një herë, e kalon dy herë, e kalon 5 herë, e kalon 10 herë, edhe i vjen njerëzve të huna. Edhe andaj pakënaqësia e shqiptarëve në Shqipëri këto ditë është akumulimi një revolte edhe të na shqiptarët e Maqedonisë, edhe të shqiptarët e Kosovës, edhe shqiptarët në përgjithësi, edhe atyre që janë në Malzi, edhe atyre që janë në Lugin, është një akumulim i një revolte për 3 dekada pas suksesit të gjitha, do thot, pushteteve ku kanë qenë shqiptarët për t'i bo shtetet tona shtete normale. Edhe këto s'ka lidhje cila parti është në pyetje. Kjo parti ose ai parti, ky kryeminist, i s'ka lidhje kjo mund. 3 dekada, 30 vjet në pyetje, është paaftësi totale që me i pru shtetet tona në zhvillim normal. E jo më për mjetës mu avansu e me pas një zhvillim pak më të mirë. Pse se njerëzit ta japin një shans, ta japin edhe një shans, mashtrohet njëri, mashtrohet i dyti, njëherë mashtrohet një tabor i popullit, mase mashtrohet tabor i dytë i popullit, edhe kështu vazhdimisht 3 dekada të plota derisa i vjen të huna njerëzit më. Ta dham një shans, e djege, hajde edhe një. E djege, hajde edhe një, e djege. Tash këtij tjetrit, ja dham një shans, e djege, edhe një shans, e djege, edhe një shans, e djege. Hajde tash treti, ja dham një shans, e djege, edhe një shans. Deri kur. Mirë po, i kthejmë edhe njerë këtyre 2 vetive kryesore që e bën njeriu njeri, dituria dhe besimi. Pse na kemi në pushtet njerëz që i shkelin të gjitha kodet morale edhe obligimet shtetnore, për shkak se ata mund të kenë dituri, po s'kan besim. Ata mendojnë se si mashtrojnë njerëzit, mund me mashtru edhe Zotin. Mirë po kjo nuk shkon, se mund është me mashtru njerëzit, sepse e punëson X-in, i jep të ndër Y-it, e avanson 3-in, ja leton një situatë 4-it, i blen mediat me buxhete të ju dhonë, edhe ata heshtin.
Mirë po vjen një shtresë e popullit e cila më nuk blehet dhe nuk shitet, se nuk është mall, dhe kjo është ajo që është problemi më i madh i njeriu modern sot. Njeriu modern nëse me kon pronari i kapitalit, ai me sundu pasurinë është bë vetë kapital. Është bë mall që shitet dhe blehet. Dhe normalisht njëra për formave të blerjes së njerëzve janë punën e votave. Edhe ti kur e shet votën tonë, realisht e kishit vetveten. Ti ke dalë në pazar. Edhe kur ti e mbron votën tonë, realisht e mbron vetveten. Se kapitali nuk je ti, po vota jote është kapitali jot. Edhe ti e ke në dorë atë, edhe nëpërmes asaj ti e bën presionin tan. Edhe me domosdoshmëritë e sotit e mashtrojnë më një periudhë një pjesë të madhe të popullit, e marrin pushtetin, edhe një mandat tjetër gjithashtu mashtrojnë me disa pendime formale, edhe vinë mandatin e tretë, se mo i harxhun letrat që i kishin, domethënë në mangë të mashtrimit, edhe vjen opcioni tjetër, edhe ai e lund tjetër në lojë. Oferta joshës në fillim i mashtron votuesit, e merr për kohën e vet. Dështon tash del si i penduar gabova se i ri isha në pushtet, nuk i disha lojat, ma jepni edhe një mandat ka me korrigju të kaluar, më jep edhe një mandat e bën edhe më keq se sa të parë. E tash e treta e vërteta, ma jepni mandatin e tretë ka me rregullu, normalisht ndelshësh e vërteta, i del boja, edhe rrezohet, vjen tash opsioni i tretë. Edhe të njëjta lojë përsëritet. Edhe andaj kjo që ndodh tani në Shqipëri, duhet me ndodh këtë Ballkanin realisht, edhe të ndodh edhe në Serbi e njëjta pa ndodh edhe është ndodh, sepse njerëzit janë bëktis prej këtij manipulimi i cili kalon në nënçmim të sesi njeri që e ka gale për dignitetin e vet, e ka gale për humanizmin e vet, për faktin që është njeri, që s'don mu shëndru në mall, që shitet dhe blejet, nuk don me qenë rob, sklav, po do me qenë i lirë, edhe ai vet me vendos për veten e vet. Edhe kjo është shumë shpresdhënëse realisht, sepse tregon se ka me ndryshu perceptimi i realitetit tonë politike tash edhe në të ardhmen, sidomos te brezi i ri. Nëse na arrim që tek ata të instalojmë këto dy vlera bazë, duke ashtu edhe tretën. E para është dituria që ata shkollohen edhe të lexojnë, megjithëse kjo është shumë diskutabile sa rinia jonë lexon sot. Me një pyetje me parashut ashtu në mezhlis, del shesh kush për neve sa ka interes për librin. Kur mbahen panairit e librave në Shkup, Prishtinë edhe në Tiranë, mujt edhe datat, kush i din? Se din kërkush? Por në? Kur ke? Bravo, Vajgjit. Gje u kam byllë në Prishtinë panajri librit. Ku e po, në Facebook-a? A ikona? Mashallah. E kjo të regon, do dhët, në panajrin e fundit librit, ka ranje të shtëpive, për të use pjesë marse, ka ranje drastike të vizitorve, ka ranje drastike të blerjes e librave. Do më thonë, drastike. Dhe kjo të regon se sa kemi na të bëjmë me dituri edhe me shkencë. E dyta është besimi i cili e bën njeriun që ti beson vetëm premtimeve të Zotit edhe sipas rregullave të Zotit ta jeton jetën, edhe e treta komponent që është shumë e rëndësishme, ti mësojmë na fëmijët tonë të jenë guximshëm, trima. Mos jenë të cana, prikacak. Edhe të shesin veten e vet për pasuri, edhe për famë, edhe për pushtet, po të jenë guximshëm në mbrojtjen e dignitetit të vet, humanizmit të vet, njerëzillëkut të vet. Nëse arrimna që të kemi breza tri që janë shkollum, edhe janë të armatosur me iman, edhe janë të guximshëm, atëherë ka mundësi me ndryshu, do thotë, gjendjen dhe situatën tonë politike në këto vende. Përndryshe, normalisht
revolucionet i bëjnë njerëzit më të mirë, por përfitojnë prej tyre më të këqit. E për mos me ndodh kjo, do thot, duhet zakonisht kush don me bërë revolucion, me pas një pari e cila është intelektualisht e ngritun, e din lojën mirë, e rigati kurtheve, dhe nuk lejon dikush të vavjedhë revolucion njerëzve të mirë, edhe të akzojnë pastaj të këqit përsëri. Por ajo që na si muslimanë kemi detyrë dhe obligim, edhe si hoxhallar dhe si xhamat, është të jemi zërja arsyes, edhe të jemi artikulues i besimit se vetëm me drejtësi zhvillohen shtetet tona, dhe se çdo herë që do ketë padrejtësi në qeverisjet e shteteve tona, do dëmtohen gjithë, edhe populli, edhe qeveria. Po mas trashi do e vun ai që e bën padrejtësi, edhe ai që e përkra dhe ambulon atij padrejtësin. E ata populli i cili derdhet padrejtësia mund të jenë pozitë keqe një kohë, mirë pa ata Allah ka më nxjerrë selamet. Edhe ata në fund kanë me dalë faqe bardhë. Sikur se edhe në botë, ajo që ndodh, edhe këtu në jetë ka më ndodh. Andaj, t'i kthehemi amanetit prindit. Prindi, amanetit e veta nuk duhet me qenë qëre kjo tokë, e kjo dyqan, e kjo mall, e kjo kerr, e kjo shtëpi, e kjo banesë, megjithëse thash janë legjitime, s'ka problem që ti të pasurosh, por nuk janë prioritare, nuk janë më të rëndësishme. Më rëndësishme është dituria, është besimi. Edhe andaj Ibrahimi a.s. kur i mbledhi bijtë e vet, tha ma ta'budune min ba'di, çka do adhuroni pas meje? I thanë vëllezërit na abudu ilahaka wa ilaha abaika. Do të adhurojmë Zotin tan. Edhe kjo është domethënë që të jenë musliman, besimtar që i dorëzohen Allahut xhela. Dhe na amanet duhet më lënë fëmijëve fen. Amanet duhet më lënë fëmijëve atë dashurinë. Amanet duhet më lënë fëmijëve drejtësinë. Amanet duhet më lënë fëmijëve krenarinë. Amanet duhet më lënë fëmijëve ndershmërinë. Amanet duhet më lënë fëmijëve virtytet morale. Pasuria vjen e shkon, pushteti vjen e shkon, fama vjen e shkon. A më krejt këto amanete tjera, ato vazhdojnë me ty sa je gjallë, vazhdojnë me ty në varr, edhe jesin pas teje mbi tokë. Na krejt njerëzit e mirë që i përmendim sot që kanë vdek shumë vite përpara dhe shumë dekade dhe shumë shekuj, janë për shkak se ata mas shumë të janë brengos për këta virtyte, për diturinë, për besimin, për trimnin, për dëshmërinë, për virtytet morale, për krenarinë, edhe me ato komponente ata mbahen mend. Sa miliardera ka pas bote dhe multimilionera të kalumen, si ma men kush. Ama krejt njerëzit që kanë punu për të qenë bota ma mirë, ata mbahen mend. E besimtarët normalisht edhe të Allahu shpërblehen pa kufi pastaj. Për atë, kjo mësim du të më marrë, dhe amanetet tona fëmijëve çka i lëm në amanet. A e lëm amanet dinin dhe imanin, a dhe dashurin, drejtsin, ndershmërin, apo kire me babën një pasuri kam që aty, një pasuri kym ka borç, që këto pare janë që aty, muhabete dynjaja. Të cilat as nuk ngrisin dunjën ahiret, po as nuk bëjnë dobi nëse ato nuk shfrytëzohen për ta ngritur fjalën e Allahut dhe për ta shërbyer vatonin. Edhe po si arrim na deri te pozita me dhona amanete të mira. Me çfarë gajlesh jeton ashtu edhe vdes. Shumë është kjo me rëndësi me kuptu, vëllazë. Nëse gala jote kryesore në jetë është veç pasurimi, ajo ka me qenë edhe amaneti jot i fundit. Se si të jetoni, ashtu edhe vdesni. Dhe si të vdesni, ashtu edhe të ringjalleni. Kjo është porosi e ulemave, nuk është hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam.
Ama se ringjallin njerëzit si vdesin, ka hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e dëshmojnë një gjë të tillë. Si hadithi i atij muslimanit që vdes në ihrame. E i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos e heqni ihramet, mos e mbuloni kokën, varrosen në ihramet e vet. Pse? Se innehu yub'athu mulabbiyan, sa ai ka murin gjallë duke thonë telbiyen lebek Allahumma lebek. Si ka vdekë që ashtu ka murin gjallë. Edhe ulemat kanë thonë ky hadith është argument se njerëzit si vdesin ashtu ringjallën. E ulemat kanë thonë gjithashtu se si të jetosh ashtu edhe ki me vdek. Se kur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al-janna, kush fjalë të fundit të tij e ka fjalën la ilaha illa Allah në xhenet, thot kujt ja mundson Allahu me thonë në fund. Se mundson Allahu se cilit me kon fjala e fundit i la ilaha illa Allah. Pse? Se ti duhesh me jetu me fjalën la ilaha illa Allah për me qenë fjala jote e fundit la ilaha illa Allah. Nëse ti nuk jeton vazhdimisht me të, nuk ta mundson Allahu me qenë fjala e fundit e jote, se shpërblimi që ka shumë i madh. E fiton xhenetin. Andaj si të jetoni, ashtu vdesni, si të vdesni, ashtu ringjalleni. Kështu që nëse duam na që të kemi amanet të këtij si Ibrahimit alayhis salam dhe evlatëve vet, na duhet me jetu me atë breng, me atë gale. Edhe brenga jon gjatë rritjes së familjes, gjatë rritjes së fëmijëve, me qenë kjo arsimimi i tyre, feja e tyre, ndershmëria e tyre, lufta e tyre për drejtësi, lufta e tyre për virtyte morale, krenaria e tyre me Islamin, atë dashuria e vërtet, edhe normalisht kush kështu gjithë jetën e çon të i dhon këto porosi e vladit, çdo herë që hyn edhe dali për shtëpis, edhe në fund në shtratin e vdekjes, njëjtat amanet e ka më dhon. Ama kush gjatë gjithë jetës së tij e ka gale parja, pasunia, dynjaja, shëtitja, pushimet, qefet, luksi, ajo ka më thënë edhe porosia e fundit që ai ka më dhon e vladit vet. Edhe njerë du me e përsërit këtë fakt. Si të jetojmë vllazni, ashtu edhe kena me vdek. Me çfarë brengash edhe gajlesh jetojmë, ashtu edhe kena me vdek. Edhe normalisht të vdesim ashtu kena me ringjall. Edhe pastaj te Allahu dhul xhalal secili ka me pas pozitën sipas veprave të veta që i ka bë. Pra ishte porosi vasieti i Ibrahimit alayhis salam që të jetojnë si musliman dhe wala tamutunna illa wa antum muslimun, të mos vdesni ndryshe përveç se duke qenë musliman. E kjo është amanet shumë i rëndë vëllezër. Sfidat për popullin ton, për fëmijët ton, për rinin ton janë të mëdha. Edhe janë sofistikume, janë, do thotë, çka do të thonë fjalë sofistikume? Si thëshin përpara, ta shtin ujin në kom. Pa e vërejti, që kjo është fjalë, kuptimi i fjalës e sofistikume. Sulmi nuk është i direkt, nuk është i drejt për së drejt, por është me spunta, është mënyrë indirekte. Shpesh të ofrohet si këshill, të ofrohet si mundësi, të ofrohet si hapësirë e zhvillimit, ama aty qëndron kurtha, edhe aty është dinakria, edhe aty është helmi, edhe anë dush me konë shumë sinqert, shumë i vëmendshëm, gjithsesi me ndihmën e Allahut vazhdimisht, me qenë i lidhur fort me besim, edhe i lidhur për Allahun subhanahu wa taala, që me shpëtu Allahu, përndryshe mundesh me ra, mundesh me gabu, mundesh me dështu. Edhe atëre jeton si musliman, edhe vdes si musliman, e s'ka dyshim se prej fitoreve më të mëdha të cilën ja jep Allahu dhul xhelal njerëzve, është me vdekje si musliman. Pse kohën e fitneve, do thot, nuk duhet gjatë kohë me të godit fitnes për me deviju. Por dita mjafton si kohë e devijimit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajulu mu'mina u yumsi kafira. Në kohën e sprovave, gëdhin qohet sabah njeriu si besimtar, e atë shumë sprovohet gjatë ditës, sa që në akşam mbrëmje ngrys si jo besimtar. E kuptoni? Jo 24 orë.
Po 2-13 orët e ditës janë të mjaftueshme me devijuti. Jo ditë e javë e muj, po brenda orëve të ditës ti ka mundësi me deviju. Qosh sabah si besimtar, një sprovë e vogël të godit, një joshje e vogël ballafaqohesh me të, një trysni e vogël, s'ka deri në akşam, kur erdh akşami të zusi jo besimtar. Edhe tjetra, si rajulu mu'mina o yusbihu kafira, e kap nata ngrys si besimtar, gjatë natës sherret që të ofrohen mi bo e zhyteshtin to, deri sabah s'ngel të këti as një grims imani. E qosh sabah si jo besimtar. E ky hadith tregon se në momentet e fitneve ndryshimet janë spektakulare, janë të shpejta, janë maramense. E ti mbetesh i habitur me shpejtësinë e zhvillimit të rrjedhave, a nuk e ke kuptuar se edhe ty të ka marr vala. Edhe ti ke hyrë në atë valle. Tu menu se ti jetu shiku, je spektator, a realisht ti edhe tribuna ku jeti tonet, e ka marr vala ketë, je bo pjesë shkatrimit edhe rënimit. Kjo vlen për shumë vllazni që mendojnë se janë mirë, pse se spajtohen me të keqen, edhe këshyrin nga larg, na jemi larg, e keqja është në tona, na e dimi që është e keqe, edhe e shajmë, edhe rrim për balë të keqes. Nuk e vërejnë ti se vetë shmot ti ke fillu bashkë me atë keqen me shku në humner, edhe ti me ra bashkë me të keqen e me u shkatru. Pse se atë shumë zhvillimet mëdha ndodhin sa që ti nuk mundesh me i përcjell më ato. Edhe andaj na i themi vllaznive vazhdimisht, o vllazni, ruajini imanin tuaj, ruajini dinin tuaj, ruajini fen tuaj, ruajini punët e mira, shtoni ato, bëuni të vendost në përmirësimin e vetes, e grave tuja, e fëmijëve tu, luftoni për ditë me veten tuaj, me gratë e juve, me fëmijët e ju, për ditë, sabah, drejt në akşam, sepse shpejt shkon koha. Edhe çdo ditë bëhet më vështirë se ditët që ka kalu. Sfidat bëhen më të rënda. E keqja bëhet më imponuese. Rezistenca bëhet më e vogël. Hub vullneti, hub miqësia dhe shoqënia e mirë e vërtet. Paksohen njerëzit e sinqert, këshilltarët e vërtet. Mungojnë mësimet, ligjëratat, këshillat. Jetë vetë, edhe e ki fështirë me rezistu, dorëzohesh krejt. Mirë për subhanallah, për asaj që jemi të e vërejt, është se një pjesë e madhe e besimtarve, që formalisht dhe deklarativisht janë besimtar, janë krenar me islamin, nuk janë të kuptuese nëse nuk i rim gati këti amaneti, kësaj begatije, kësaj dhuntie, ne e merë Allahu dhu gjelal pa e vërejt. Ashtu si kurse e përshkujti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mes sabahut edhe akşamit shkum, marrum. Krejtësisht ndryshe dalin për asaj që kemi menu se kena me vazhdu. Se askush për ne s'ka garanci. Gjithë na jemi do të përballum me sprov. Edhe subhanallah, edhe njerë për ja thamë vetë vetës edhe juve lexoni Kur'anin dhe meditoni mbi atë që lexoni Kur'an, do të shashtëriseni se sa bukur edhe qartë Kurani krejt shembujt e nevojshme për jetën tonë i ka përmend aty. Krejt. Për secilin prej neve ka përgjigje për dilemat, edhe situatat, edhe pozitat, edhe rrethonat që gjendemi na. Për secilin prej neve. Andaj tha Allahu xhallahu për Kur'anin fihi dhikrukum, në ten Kur'an përmendeni ju. Kur ka zbrit Kur'ani u ka folë sahabeve. Sot Kur'ani i flet mua dhe ty. Aty përmendemi na me punët tona, me mendimet tona, me sfidat tona, me shembujt tona.
me vështirësitë tona. Edhe çdo kush pineve nëse lexon Kur'anin me vëmendje ka me gjet aty vetveten. Edhe hoxhallarët, edhe xhamati, edhe intelektualët, edhe populli i thjeshtë, edhe tregtarët, edhe konsumatorët, edhe zejtarët, edhe njerëzit punëtorë, edhe burrat, edhe gratë, edhe plesht, edhe trit, krejt. Seci prej neve ka me gjet veten aty. S'mundet askush mos me gjet veten. Edhe andaj duhet i bijmë vetes mas e t'ja kujtojmë vetvetes qëllimet e krijimit ton, rolin që kemi në këtë jetë, përgatitjen që na duhet për me zhvillu jetën në mënyrë dinjitoze, në përputhje me qëllimin e krijimit ton. Çfarë gjurmë kena me lon pas vdekjes ton? Cilët vepe kemi çuar atje me na prit kur shkojmë në ahiret? Këto janë dilemat edhe pyetjet që na duhet me i dhon përgjigje dhe me pa pastaj statusin ton. A jemi të zhvillu mirë? A jemi të shku marë? Apo kemi mbet mas? Apo kemi lajthit edhe kemi deviju? Andaj, Ibrahimi a.s. në amanetet e fundit kërkoj për evlat vetë që të vazhdojnë të jeton pas vdekjes së tij si musliman e para, dhe e dyta të mos vdesin ndryshe përveç se si musliman. Edhe subhanallah, në prizmën e kësaj teme që e trajtojnë to ajete që flasin për Ibrahimin a.s. ka qenë brenga e baballarëve dhe gjyshërve tonë. Si me vdek si musliman. Qysh me arrit me rujt veten, me mbrojt veten nga sfidat, nga trysnit, nga joshet, dhe mos me leju me u mashtru e me vdek ndryshe përveç se si musliman. Edhe ata kanë qenë sinqert në këtë breng, edhe Allahu dhu xhelal shumicës prej tyre u ka dhënë fund të mirë. Që na duhet me marr atë kulturë edhe atë sjellje të mirë të tyre, edhe na me ja pas gale vetes për fundin ton, a thu vallë, kena me arrit që në provimin e fundit së jete me kalu suksesshëm. E Zoti mos me na turpnu në provimin e fundit na me dështu e me ram provimin e fundit jetës tonë. Edhe këtu përsëri themi ajo, si të jetoni, ashtu vdisni. Si të vdisni, ashtu ringjalleni. Na lutim Allahun që neve me na dhon stabilitet në këtë fe, e këto zemra që janë mes gishtave të Allahut gjithëmëshirshëm, lutim Allahun që ato ti forcon në fenë e tij dhe ti orienton në adhurimin e tij. Se fundi fundit na edhe zemrat tona që vendosin për ne janë nën kontrollin e Allahut dhul xhelal. Edhe andaj na vazhdimisht duhet me lutë Allahun që Allahu na i orienton zemrat dhe të adhurimit të tij dhe të na i stabilizon, të na i forcon këto zemra në fenë e tij, që të vazhdojmë deri në fund duke qenë adhurues të Allahut subhanahu wa taala. Normalisht për temave të cilat i përpunojnë këto ajete kuranore është edhe tentativat e grupeve të ndryshme për ta bërë Ibrahimin a.s. të vetin. Edhe përmendëm në mësimin e kaluam tentativat bashkohore për atë fen abrahimite, ose ibrahimite, ose shtëpin abrahimite, ose shtëpin ibrahimite, që tentojnë bota sot që t'ja imponojnë njerëzimit, t'i bëjmë bashkë gjithë fetë në një kupoll, për të shkri kufit mes parimeve të vërteta dhe parimeve të rrenjshme. Edhe ky fenomen nuk është i ri, tash neve na paraqit shekull 21, shekullin e 15 hijretit, po ka qenë fenomen edhe i kaluar. Andaj në zhvillimet historike që përmend Kurani, përmend se fetë më vonshme mas Ibrahimit a.s. kanë tentuar me përvecu Ibrahimin a.s. Hebrejt me thonë ajo është i joni, krishterët me thonë ajo është i joni. Edhe Allahu dhul xhelal u tregon
të gjithve, edhe hebrejve, edhe krishterëve, edhe muslimanëve, po edhe tjerëve, ma kana Ibrahimu jehudijen, wala nasranijen, walakin kana hanifan muslima. Ibrahimi nuk ishte as hebrej, as krishter, po ishte besim drejt musliman. E tash dikush ka mundësi me thonë, po mirë, muslimanët, a janë me Muhammedin a.s. Si ka mundësi me konë muslimanaj? E kemi sharu këtë dilemë se qëllimi i islamit këtë rast është dorëzimi për Allahu dhul xhelal. Edhe monoteizmi. E gjithë pejgamberët pjesë përbashkët e kanë monoteizmi, e thirrën në monoteizëm. Adhurimin e Allahut një. Dhe pastaj normalisht rregullat, ligjet kanë pas mundësi me ndryshuar me dallu prej pejgamber në pejgamber, prej kohë në kohë, prej vendit në vend. Ama strumbullari i fesë është i njëjtë. Besimin në Allahun një. Dhe ndjekja e pejgamberit të kohës. Derisa vjen Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe bëhet ndjekja Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe besimi se zhvule pejgamberëve kusht i islamit. Dhe ai që nuk e ka këtë kusht, realisht nuk ka mundësi me qenë musliman. Dhe normalisht as historikisht e as teologjikisht, fetarisht, as hebrejt, as krishterët nuk kanë argument për ta bot vetin. Sepse lufta më e madhe që e bën ke Ibrahim a.s. me babën e vet, edhe popullin e vet, ishte lufta kundër idhujtarisë. Edhe thirrja që e boni edhe babës vet, edhe popullit vet, edhe perandorit kohën e tij me qenë monoteist, besues në Allahun një, besimtar në Allahun një. E tash ka mundësi me qenë hebrej ose krishter, kur edhe këta se kanë ndjekë Musa a.s. hebrejët e as Isa a.s. krishterët në monoteizmin që ata i kanë ftu, por i kanë lejthit. Edhe kanë kalu nga monoteizmi në politeizm, nga të qenurit besim drejt, besues në Allahun një, besimtar në Allahun një, në besimtar në shumë zotra. Ju e dini rastin e Musa a.s. kur i shpëtoi Benu Israilet nga Egjipti dhe i sollin Palestinë, momentin që Allahu dhul xhelal i dha mundësin e takimit me te Musait a.s. dhe u largu nga populli i vet, dhe la zëvendësin e tij Harunin, vëllaun e tij, do të arriti situata që për një kohë të shkurt 40 vitore Benu Israil të madhuru viqin. Edhe me dëmtu monoteizmin e tyre duke adhuru krijesa tjera veç Allahu dhul xhelal. Nuk i dhe shumë. E njëjta situatë është edhe me Isa a.s. Nuk i dhe shumë mas ngritjes së Isaut a.s. që njerëzit me fillu me adhuru Isa a.s. përveç Allahu dhul xhelal. Edhe andaj Kurani demanton këtë teori dhe tregon se as ata që pretendojnë se janë hebrej e as këta që pretenduan se është i krishter nuk kanë të drejtë, po Ibrahimi asem vazhdon me qenë besim drejt musliman i cili i dorëzohet Allahut subhanahu wa taala. Normalisht gjithashtu për temave për të cilat flasin këto ajete kuranore është konfirmimi besimtarve, muslimanëve të vërtet, se Ibrahimi a.s. është pejgamberi i Allahut dhul xhelal dhe i pranojnë jo vetëm Ibrahimi a.s. po edhe gjithë pejgamberët që vinë mas Ibrahimit a.s. Edhe kjo vllazni është veçoria më e madhe që e kemi na si musliman përballë këtë tjerëve. Se na i besojmë gjithë pejgamberët e Allahut. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Dhe nuk bëjmë dallim mes asnjërit pejgamber. Edhe kjo neve na bën madhështor. Për këtë shkak o vllazni, këtë lufta që bëhet me na kompleksu neve muslimanëve, na nëse lexojmë Kur'anin, veç ja shtojmë vetvetes krenarin dhe madhështin. Dhe në ballafaqim me të tjerët, na i demantojmë të gjitha format e mundshme akuzat që na i bëjnë neve. Mirë po këtu ka një fenomen që quhet kompleks inferioriteti. Kur ti nuk e njeh fen tonë, kur ti nuk e njeh kontributin e islamit dhe muslimanëve në zhvillimin e botës,
atëherë çdo akuzë që e thot një anonim, një panjohur, i parëndësishëm, ti e merr si faj për mi vete. E sot sulmet ndaj Islamit janë të përditshme edhe janë të shumta brenda ditës. Nëse ti nuk e njeh Islamin, nuk e lexon Kur'anin, nuk e lexon historinë islame, nuk e din kontributin e Islamit dhe muslimanëve në zhvillimin e botës, fillon edhe ndihesh fajtor në çdo akuzë që të bëhet ty. Edhe fillon si je i madh, fillon e zvoglohesh. Edhe fillon të e fajson vetveten për gjithë atë që ndodh për të këqijave në botë. Edhe kjo shndrohet në kompleks. E quajnë psikologët kompleks inferioriteti. Domethënë, i je i parëndësishëm, i pavlefshëm. Sot në botë ti si e kurkushi, botën e udhëheq perëndimi. Ata e kanë shkencën, ata e kanë forcën, ata e kanë ekonominë, ata e kanë ushtrin, ata këti kanë. Ti si ki kur gjo. Ne i themi ka dal. Shikoj gjërat pak ma mirë, analizoj pak ma thellë. Mos u mjafto me shikim si përfaqësor. Se gjërat nuk janë ashtu si duken. Nuk janë ashtu si kurse i zbukurojnë ata. Se damin që kanë bo botës, jo muslimanët në shekullin 20, në shekullin 19, në shekullin 20, edhe tani në shekullin 21. Ai perëndim i qytetëruar, i civilizuar, i zhvilluar shkencëtarisht, industrialisht, nuk e man men historia e njerëzimit ku kanë bo asi masakra dhe asi krime ndaj njerëzimit. Po mos shkojmë shekullin 19 edhe 20 që tash gjithë ju e dini se në Evropë, në Holland, është një gjyq për krime ndërkombëtare ndaj njerëzimit. Gjyq ndërkombëtar për krime ndaj njerëzimit. Në Hag. Pyetje shumë e thjeshtë. Sa musliman janë të akuzuar nga Haga për krime ndaj njerëzimit? Edhe sa musliman janë dënuar që në emër të Islamit kanë bërë masakra edhe gjenocide në botë. Hiç më shko më larg. Do të ketë Haga edhe gjykata ndërkombëtare për krimet e njerëzimit është ndërtuar për krimet që i kanë bërë jo muslimanët në botë. S'është ngrit për krimet e muslimanëve që kanë bërë në botë. Institucionet e tyre, ata e kanë hap, ata e financojnë. Edhe kejt ata që kanë kalu në atë gjukat janë njerëzit që kanë bo nemët jo Islamit krimen dhe njerëzimit edhe gjenocide. Edhe andaj s'kemi nevoj na mundi inferior, as dvegjel, as parënsishëm. Për kundazi, na jemi shpresa e vetme e botës. Na jemi të vetme që mundemi mi ofru alternativ njerëzimit. Edhe kjo shifet nga numri enorm në rritje të jo muslimanëve që pranojnë Islamin. Ti s'ki ditë që figura publike mos folin për njerëzit thjesht, që figura publike të njohshme dalin edhe publikisht e pranojnë Islamin edhe këtë botës i kallëzën që janë bo musliman. Për çdo ditë, a për numrin e njerëzve të rëndom që na për xhamia dhe qendra islame në botë, e perëndim veçanti e pranojnë Islamin, ato janë me mija dhe dhjetra dhe qindra mija. Pse na du të mendi vetën të vegjël edhe të parëndësishëm, kur në botë hala veç Islami është alternativ. E gjithë asaj vuajtjet madhe shpirtnore edhe intelektuale që e kanë një pjesë e madhe e perëndimit sidomos. Edhe për këto arsye do të na nuk duhet mundi inferior, duhet me ndi veten me detyrë dhe rol. Edhe Allah i madhërishëm neve si musliman na ka caktu rolin që kemi këtë botë. Na jemi dëshmitarët e njerëzimit. Kuptimi që na e kena me veti hakun që e ndjekim dhe batilin që e luftojmë, kotën që e luftojmë. Edhe na jemi ofertuesit më të mirë që i ka bota. Mirë po,
sa na japim hakun që oferta jonë me konë më e logjikshme dhe më e pranueshme, kjo është pikë pyetje. Edhe këto është ngecja jonë, Zotën. Ama t'jeni të bindur në vëllezër, çdo herë që do kemi na mundësi me ofru Islamin me ofertën më të mirë të mundshme, s'ka me mbet njeri pa e pranuar atë ofertë. Ashtu sikur edhe po ndodh. Për shembull, një musliman i thjesht, kudo që punon në administratë shtetërore, i përmbahet rregullave të fesë, e fal namazin rregullisht, e ruan dëshmërinë morale të tij, e ruan amanetin e punës, jep hakun detyrave të veta, nuk vjedh, nuk rren, nuk mashtron, nuk korruptohet. Të gjithë pa përjashtim bëhet punëtori më i mirë. Gjithë e duan edhe respektojnë, edhe shumë njerëz e lakmojnë, edhe i afrohen me pyet për Islamin, edhe me kërku prej tij me ndihmu me pranu Islamin. Edhe andaj, për këtij shembulli konkret, kemi nevojë na me ngrit ofertën tonë nga oferta individuale në ofertë kolektive. Edhe andaj, kjo luftë që bëhet kundër Islamit prej disa njerëzve shqiptar vjen nga kjo arsye, se Islami është oferta më intriguese në botë, jo vetëm të shqiptarët, po edhe në botë. Ata nuk kanë arritur sukses me mposht Islamin dhe ofertën e Islamit, edhe mundohen me vazhdu me etiketime, me, do thot, akuza dhe fajsime, që musliman me një veten të parëndësishëm, inferior, të vegjël, edhe mos me vazhdu me ofru ofertën e Islamit shokëve, kolegëve, kojshive, bashkë qytetarëve të vetë, edhe popujve të ndryshëm në botë. A pasha Allah, kemi na plot shembuj, shumë shembuj edhe i kam përmendur për të deset e mia, të njerëzve individual që kanë ofruar shembullin e mirë të Islamit, edhe janë bërë sebeb që njerëzit ta pranojnë Islamin. E paramendoj nëse na si musliman e rrisim këtë ofertë, nëse me qenë ofertë individuale, me ofru si ofertë kolektive. Xhamijat tona, qendrat islame tona, intelektualët musliman ton, profesorët musliman ton, hoxhallarët ton, bashkitë islame tona, seriozisht, sinqerisht edhe kualitativisht të ofrojnë Islamin në botë. S'mundet me e zmbraps, askush s'mundet me nal hovin e Islamit, askush, mirë po, fatkeqësisht na nuk kemi në nivel të kësaj përgjegjësie, dhe përgjegjësia e kësaj është përsëria jona. Na kena më dhënë llogaritë Allahu xhall, se Allahu neve na përcaktoi me qenë dëshmitar të popujve të tjerë, mirë po na nuk arritëm me qenë dëshmitar të e vërtetë. Se as nuk e ofrum ofertën tonë plot, e as nuk regjistruam ndodhi të mëdha historike në zhvillimin e botës në kohën ku kemi jetuar na. Edhe andaj, kjo e përsi, si që ka qenë në kohën e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, vazhdon edhe sot me qenë, që na e pranojmë Ibrahimin alayhis salam dhe pejgambert pas tij si pejgamber Zotit, deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe këtë moment kur na themi i pranojmë gjithë pejgambert, kjo me automatizëm duhet neve me na ngrit pozitën, e na shtu krenarin, edhe me ja ofru tjerëve si pikë pozitive, dhe që na e përsi ka tjerëve, dhe normalisht me na ushqy edhe më tepër krenarin tonë. Normalisht ka dhe disa temat të cilat i flasin këto ajete, na këtu do ndalemi, që inshallah taala ndesë në ardhshëm me vazhdu me tema tjera të cilat i përmenden në këto ajete kuranore, që të përfundojmë me ndaljen tematike të ajeteve kuranore, që pastaj të shohim edhe dy ajete tjera që në surën Bakara që flasin për Ibrahimin alayhis salam, dhe pastaj të vazhdojmë me ajete tjera të sureve tjera, ose tefsirin e këtyre ajeteve dhe porosin që kanë dhënë ulemat në komentimin faktikisht e këtyre ajeteve kuranore, porosit që dalin dhe mësimet që duhet i marrin për këtyre ajeteve kuranore, duke lutur Allahun vazhdimisht në ebdijet e dobishme dhe veprat mirat, në sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami për të marrë këto porosi. Allahu i madhëshëm të gjithëve inshallah na bashkon me pejgambert e Allahut dhul xhelal dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në Jannatul Firdaus. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala Muhammedin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.